Kandidati Damian Gjiknuri zhvilloi një takim me përfaqësi të shoqatës atletare patriotike Labëria në Sarandë. Përfaqësues të shoqatës Labëria shprehën mbështetjen e tyre ndaj kandidimit të Gjiknurit, bazuar tek njohja e figurës së tij si një politikan me eksperiencë dhe me kontribute të veçanta për çfarë ka bërë për qytetin e Sarandës. Në këtë takim me besimin e plot tek fitoria e kandidatit Gjiknuri, përfaqësues të shoqatës Labëria i shprehën kërkesën për emërtimin e një prej shesheve në qaf 6, sheshi i betejës së Lëkursit 1878 pasi aty është beteja e Lëkursit. Kësaj kërkese Gjiknuri u përgjigj shumë pozitivisht, duke garantuar mbështetje të plotë deri në realizimin e saj. Ne sot jemi mbledhur këtu dhe i kemi thirrur atë pjesë të Labërisë, atë pjesë të njerëzve të cilët kanë një bindje të madhe dhe janë dashamirës të Damian Gjiknurit, të kandidatit për deputet Damian Gjiknuri, që është dhe i zonës Sarandë. Shoqata Labëria ju urojmë gjithë të mirat dhe suksese deputetit. Ne e njohëm aktivitetin e tij, çka ka bërë në këtë periudhë të kaluar si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, edhe si lap. Si vjet kemi pritur që të mirëshim na Këshilli Bashkiak i Sarandës, të mirëshim emërtimin e një sheshi në qaf 6 ku realistisht bërë beteja e Lëkursit, ti vihet e emri të emërtohet beteja e Lëkursit 1878. Unë për shoqatën tuaj kam shumë respekt. Një nga paraardhësit e mi, Kristoviero Gjiknuri, ka qenë një nga komandantët e qetës dhe ka luftuar në betejën e Lëkursit. Kështu që edhe mua do më keni një suportues të asaj gjëje, ja u marr përsipër, shumë nga mbështetësit e kësaj shoqate janë në një pjesë të takimeve kur vjen çështja për atë çka keni më të shtrenjtë si shoqatë, çështjet patriotike kombëtare. Kandidati Gjiknuri, duke i falenderuar anëtarët e shoqatës Labëria për mbështetjen e vazhdueshme që i kanë dhënë Partisë Socialiste, pohoi se fal qeverisjes së Partisë Socialiste për zonën e Labërisë janë bërë shumë investime, si rruga e Lumit, rekonstruksioni plot i rrugës Baba Rexhepi, shpërndarja e rrjetit ujësjellësit në Sarandë dhe Ksamil, rrjeti 20 kV i energjisë elektrike, sistemi energjetik i Unazës së Jugut, janë të gjitha investime, vepra konkrete të cilat u bën realitet në kohën kur Gjiknuri ishte ministër. Për Labërinë është bërë dhe shumë. Fal qeverisjes Partisë Socialiste, po dhe unë pata fatin se isha ministri i atyre punëve. Ne bëm rrugën e Lumit Vlorës. Se gjatë kohës që kam qenë ministër, të them të drejtën, jam krenar që në këtë qark, po dhe në këtë bashki kam sjellë shumë investime. Rruga Baba Rexhepit, ujësjellësi rrjeti i shpërndarjes në Sarandë dhe në Ksamil, 20 kV energji elektrike, janë të gjitha Unaza e Jugut energjike, janë të gjitha gjërat që i kam bërë edhe për shkak të punës sime në qarkun e Vlorës. Ne ndjem mirë, se janë vepra konkrete që qytetarët ndjejnë. Në politikat e mia i dhash prioritet zonave të cilët e kishin perspektivën e zhvillimit. Prandaj them që edhe Saranda ka një perspektivë të jashtëzakonshme. Kandidati Gjiknuri kërkoi që në 11 maj në mënyrë që gjithçka e nisur të vijojë më tej, të mbështetet masivisht përmes votës Partia Socialiste, sepse është partia më afër qytetarëve. Gjiknuri theksoi se në këtë zgjedhje fitoria e Partisë Socialiste dhe marrja e shumicës së mandateve është më e rëndësishmja. Jemi këtu ne për një qëllim të përbashkët. Unë si kandidat i Partisë Socialiste, mbi të gjitha kërkoj votën për Partinë Socialiste, sepse është ajo parti që është më afër edhe asaj për cilën ne predikojmë dhe mbrojmë për ditë, edhe ju si antarë të kësaj shoqate, po qoftë në të kaluarën tuaj, keni mbrojtur çfarë është më e shtrenjtë për atë dheun dhe Partia Socialiste mendoj që e misheron më mirë këtë, dhe unë dua të jem një zë edhe përfaqësuesi juaj për të bërë diçka më shumë në këtë drejtim, edhe me zërin tim, me forcën time, që vlerat patriotike dhe kombëtare, ajo parti në qeverisje t'i çojë edhe në një nivel tjetër. Dhe do doja nga gjithë njerëzit patriot socialist të ndershëm, njerëz që e kanë vlerësuar këtë parti, natyrisht do doja dhe një mbështetje për personin tim. Sepse mendoj që përfaqësoj vlerat që dhe ju i keni brenda jush. Qoftë patriotizmin, qoftë dashurinë për atë parti, por dhe vlerat që përfaqëson atë parti, sidomos një parti e majtë që duhet të ketë në themel të saj barazinë shoqërore, edhe vlerat historike patriotike. Çka është më e rëndësishme është të fitojë Partia Socialiste dhe ne të marrim shumicën e mandateve. Takimi me përfaqësues të shoqatës atletare patriotike Labëria në Sarandë ishte në kuadër të turit elektoral që kandidati Damian Gjiknuri po zhvillon.